Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayidina wa habibina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Një mesazh dhe një këshill e shkurtër në prag të namazit të teravis. Në fakt e kisha përgatitur diçka për me fol sonte. Mirë po prania e Hafizit nga Egjipti bani që me ndrru atë që kisha në hatër, edhe më u tregu për një rrëfim shumë interesant që gjithsesi lidhet me Egjiptin, që ne e kemi shumë për zemër, do vlas unë me shokët e mi, edhe për faktin që elita e hoxhallarëve tanë kanë studiuar në Ezheri Sharif, edhe zotnia i zotnive tonë, hoxha Ion Bebi Suleiman Gavoçi, është ezherist për ezheristëve të mëdhenj, në kohën kur Ezheri Sharifi ishte Ezheri Sharif, e inshallah taala ashtu kam e vazhduar me kënd deri në ditën e fundit. Një prej kolegëve edhe shokëve edhe nxënësve, edhe mësuesve të hoxhës, i madhi, muhakiku ma i madhi shekullit të shkuam, Sheikh Abdul Fatah Bugudda, Halebiu, ka një libër shumë të rëndësishëm, ato shokët e mi e din, Safahat min Sabril Ulema, Sheikh Astreti dhe kush është prej teologëve e din këtë libër. Në ditët e para kur shkuam në Damask për studime, këshilla e parë që na dha hoxha ishte me e gjetë këtë libër dhe me e lexu. Është një vepër jashtëzakonshme, Safahatun min Sabril Ulema, domethënë disa flet nga durimi i ulemave në kërkimin e dijes. Edhe ishte një këshill shumë e rëndësishme, edhe një ngushëllim nga hoxha Rahmet Past, që në rrugën e dijes nuk është gjithçka fush e shtruar me lule, por nxënësi për me arrit aty ku duhet me duru. Edhe duke e shpjetuar librin e hoxhës së madh Ebu Gudda, Rahmet Past, për cilin e kam pyet hoxhën se çfarë marrëdhënie ka pas me zotnin e tij, më ka thënë e kam pas edhe mësues edhe nxënës. Pra kemi pas këto relata të ndërsjellta me njëri tjetrin. Hoxha shkruan për rastin e hoxhës së tyre të madh, vekili i fundit i Sheikhul Islamit të fundit të periudhës Osmane. Sheikhul Islami i fundit i kalifatit ton ka qenë Sheikh Mustafa Sabri, Rahmet Past. Vekili i tij ka qenë hoxha i hoxhallarëve tan, Imam Muhammad Zahid al-Kauthari. Allahu mëshiroftë. Edhe Sheikh Muhammad Zahid al-Kauthari rrëfën për një prej mësuesve të tij, Muhammad Ghalib al-Istanbuli. Pra Muhammad Ghalib Stamulliu, i cili ishte djalë i ri, edhe kishte shku në një fshat, edhe në xhami kërkonin imam për namazin e teravis. Edhe ky u ofrua dhe i tha, unë e bëj rolin e imamit. Ata i thanë, por ne kemi një kusht, që me kenë hafizi Kur'anit, sepse ne e kemi tradit që me falë teravin 20 rekate, por për çdo rekat me këtu një faqe Kur'an. Pra me ba çdo natë një gjys Kur'anit, edhe me përfundu me teravin krejt hatmin e Kur'anit, siç bajnë sot në shumë vende të botës islame, në Damask, në Egjipte, gjithandej. Edhe thot, po nuk jam hafizi Kur'anit. I thonë ata, kërkojmë njesë edhe nuk ka mundësi, domethënë. Ky i thot, po unë e kryej atë, edhe unë e realizoj. Edhe ata bin dakord. Edhe thotë, çdo ditë ai mësonte hisen e asaj nate, pra 20 faqe Kur'an. I mësonte ditën edhe i realizonte natën në namazin e teravis. Edhe çdo gjë shkoi siç duhet. Në fund të muajit të mallnueshëm të Ramazanit, edhe në ditën e Fitr Bajramit, njerëzit, xhamati, edhe kryesia e atij fshati edhe xhamis vendosen që imamit me i bën një dhuratë. Edhe krejt normale është ajo. Mirëpo atë ditë, teksa e nderonin përpara krejt të fshatit edhe përpara xhamisë edhe xhamatit, ky zotnia i tha, unë sot në fakt kam 2 gëzime. Gëzimi i parë që jemi Bajram edhe kemi kryer me sukses muajin e mallnueshëm të Ramazanit dhe Allah Azza wa Jall inshallah na e pranon. Dhe gëzimi i dytë është se unë fal jush edhe në mesin tuaj u bana hafizi Kur'anit. U ban hafizi Kur'anit.
Edhe këtë e përmend Hoxha në librin e tij, duke u referuar Hoxhës së tij, e Hoxhës tonë edhe kështu me radhë, për të na dhënë një mësim shumë të rëndësishëm të dashurinë e mi. Që njeriu kur ka një vullnet edhe një përkushtim të madh me Zotin e tij, e mundet që edhe brenda një muaji të më bëj hafiz i Kuranit. Dhe më thanë, po është i vështirë edhe. Allah subhanahu wa taala thotë në Kur'anin famullar: "Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min mudakkir." Dhe më thanë, ne kemi lehtësuar këtë Kur'an për të kuptuar, për të mësuar. Por a është dikush që kupton? Pra, po të përkushtohet gjithë secili prej nesh, edhe këtë po them me sinqeritet dhe me shumë e përgjithësi. Me u përkushtuar gjithë secili prej nesh, pasha Allahun. E ma e pakta, çdo ditë Ramazani e ke mundësinë me mësu, ma e pakta një gjysmë faqe Kur'an. Që kur të vinë fitur Bajrami, të kesh një gëzim të dyfisht. Edhe gëzimin e fitur Bajramit, po edhe gëzimin që ti ke pas një marrëdhënie shumë solide, edhe shumë të rregullt me fjalën e Allahut Kur'anin famullar. Lutja ime në këtë natë, edhe i frymëzuar edhe nga miku jon i dashur nga Egjipti, është që Allah subhanahu wa taala më na kthy nga dyert e Kur'anit famullar. Edhe mos më pa për atyre që kanë praktikë Kur'anin, edhe më u lexu Kur'anin në shtëpitë tona, e më u nni Kur'anin në shtëpitë tona, e mi të gjitha me u dëshmu Kur'ani famullar në përditshmërinë tonë. Dhe siç e them shpesh herë, na thoshte një prej mësuesve tanë edhe edukatorëve shumë të urtë në Damask, nuk ka shumë rëndësishme që në dorën tënde të kesh një Kur'an, pra një mushaf, një libër, por shumë rëndësishme që në veprat tuaja, e në sjelljen tënde, të shihet apo të lexohet qoftë edhe një ajet i vetëm i Kur'anit famullar. Allahu ju dasht, edhe ju begatoft, edhe në zemër të mirë Ramazanin, edhe qoftë i pranuar për të gjithë. Walhamdulillahi rabbil alamin.